Rubrika sportive në televizionin 6+1 Vlora mbrëmjen e të hënës në drejtimin e Sajmir Axhiut solli një panel të ftuarish interesant. Në studio ishin Eqerem Memushi, ish trajneri i Flamurtarit, por njëkohësisht dhe specialist futbolli, Vangela Luci, ish drejtori i klubit të futbollit Flamurtari dhe specialist futbolli, që janë dhe opinionist të përhershëm të rubrika sportive, Edi Agalliu, sportdashës mik i emisionit, dhe Thanas Gjuli, ish futbollist. Së pari u trajtua në rubrika sportive vizita e presidentit të Flamurtarit, Sinan Idrizi, në selinë e Realit të Madridit. Takimi Idrizi Perez është vlerësuar shumë i rëndësishëm nga të pranishmit në studio. Real Madridi pritet të investojë, por edhe të bashkëpunojë me vlonjatët në projektin më madhor dhe ambicioz, që ka vlerën e 20 milion eurove. Ashtu pritet që në Vlorë të vijë shkolla e futbollit spanjoll, e cila mbështetet nga fondacioni i klubit prestigjioz të Realit të Madridit. Për të ftuarit në studio, ky është një lajm shumë i bujshëm dhe ata shpresojnë se do të arrihet të konkretizohet me sukses. Një tjetër temë e diskutimit në rubrika sportive ishte Superliga, kryesisht humbja e Flamurtarit me Dinamon, por edhe pozitat jo të mira në klasifikim. Specialistët e futbollit dhe njohësit e mirë të sportit thanë se trajneri Carlos Garcia duhet të marrë përsipër përgjegjësitë për situatën. Ata theksuan se pritet që kthesa të vijë, por ajo varet pikërisht nga lojtarët, të cilët duhet të justifikojnë buxhetin e madh që ka Flamurtari në krahasim me të gjitha klubet e Superligës këtë sezon. Po ashtu të ftuarit në rubrika sportive folën edhe për kombëtaren shqiptare të futbollit dhe ndeshjen e radhës me Serbin. Rubrika sportive në televizionin 6+1 Vlora pritet të rikthehet sërish të hënën e ardhshme në drejtimin e Sajmir Axhiut.